Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëj një pyetje. Çfarë po vjen së shpejti në jetën tënde? Diçka e bukur, tek pjesa e dashurisë, tek pjesa e financave, bollokut, e pune. Pra çfarë po vjen në jetën tënde së shpejti? Diçka e bukur, diçka e re. Shumë shpejt në jetën tënde do të mbyllet një cikël për të filluar diçka të re, një transformim rrymësor. Je një person shumë i fuqishëm. Ke një energji të fortë brenda vetes tënde dhe do t'i bësh gjërat, t'i çosh qëllimet e tua deri në fund. Je si kjo mbretëresha e monedës. Një femër e kompletuar, e zhytur e tërë në bollok. Do të vinë financa dhe një punë e re. Financa, pra daja, bollok i madh dhe një punë e re. Kjo letër më tregon pjesën e sinqeritetit. Je një person shumë i sinqert. Një person që doni që miqësitë edhe në pjesën e sentimentit, pra në pjesën sentimentale të shpirtit, ti keni me themele të sinqerta, pra ti krijoni me themele të sinqerta. Ndonjëherë mërziteni sepse nuk e gjeni këtë sinqeritet tek njerëzit që keni përballë. Mbroheni nga një ëngjëll në univers që me këtë dritë ju ndriçon rrugën ku ju ecni. Do të keni një ndryshim të madh tek pjesa e financave. Një person i ri, pozitiv, me energji të mirë pozitive, vjen drejt jush për t'ju ndryshuar jetën, jo vetëm te pjesa e punës, pra që do të keni diçka të mirë në pjesën e financave, por dhe tek pjesa e dashurisë. Ky është një person shumë pozitiv. Dhe pse është pak i tërhequr, pak i ngurtë, që nuk i shpreh shumë me fjalë ato që ndjen, është një person shumë i drejtë. Një person që është human në ana shpirtërore dhe nuk i vjen keq për njerëzit që vuajnë. Do t'i ndihmoj. Lufton fort që do të marrë zemrën. Pra të shpreh atë dashuri të mirë, të madhe që ndjen për ju. Sepse ju shikon si kjo princesh, si kjo mbretëresha e bukurisë. Me këtë dhe me këtë kuror diamanti në kokë. Pra shumë gjëra të bukura dhe të reja do të vinë së shpejti tek ju. Me kë rezonon kjo histori e bukur, ka ndryshime pozitive. Me gërmën F, me këtë person pra, mund të jetë është energji e përgjithshme, me gërmën F, T, gërmën Q, gërmën J, B, L, H, E, T, O, P dhe gërmën Z. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Luani, me Shigjetari, me Dashin, me Britjapin, me Peshore, Akrep, Ujor, Peshk dhe Binjak. Faleminderit shumë, miqtë e mi.